Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë Al Fala. Sot me ju moderator Dardan Gashi dhe gjithashtu me ne Hoxh Sinan Rushiti Hoxh. Selamu alaikum. Mirë se u takuam përsëri. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Valla Dardan, mirë se u takuam dhe na mundsoftë Allahu së bashku ta vazhdojmë këtë rrugtim e deri në xhenet bashkë. Hoxh, si të kam sot? Mirë, alhamdulillah, bukur fal Allahut azza wa jall. Alhamdulillah që na mundsoi të jetojmë edhe këtë ditë. Marrim frymë edhe këtë ditë dhe ta falenderojmë Allahun edhe në këtë ditë. Alhamdulillah. Hoxh, para se t'ja fillojmë, si çdo herë. Si çdo herë ma mundso mu falenderoj sponsorin general, Kotoritekun, vëllezërit të kësaj firme të cilët ndihmojnë projektin dhe projektet e tjera të xhamisë, të cilët na ndihmojnë në këtë rrugtim dhe ndihmojnë davetin Allahut subhanahu wa taala. Lusallahu që Allahu t'i beqaton me të mirat e tij në këtë botë dhe botën tjetër. Dhe të ashton në fakën halalit ja Rabbel Alamin. Pastaj gjithashtu ta falenderojmë edhe një djalë i ri i vogël Xhemilin, i cili ka qef futbollin dhe është si sponsor gjithashtu i këtij projekti podcastit El Fela. Pastaj kemi edhe dy sponsor gjithashtu anonim që s'kan dashur të përmendim emrat e tyre. Vetëm ne na mbet të lutemi për ata si për të gjithë të tjerët, Allahu t'i ruan, t'i shpërblen me xhenetit ja Rabbel Alamin. Amin, amin. Allah shpërbleft, Hoxh. Bashkë me ty, ja Rabb. Amin. Hoxh, në episodin e kaluar kemi pas menaxhimin e zemrimit sipas Kuranit dhe Sunetit, pjesa e parë edhe epizodi i parë i sezonit. Inshallah në këtë episod do vazhdojmë pjesën sinqeritet dhe sukses. Amin, amin. A është zemrimi gjithmonë diçka negative? Jo. Jo çdo herë zemrimi është negativ. Zemrohesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është për cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zemroheshte kur bëheshte pyetje feja dini Allahut azza wa jall, siç transmeton Aisha radhiyallahu anha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk zemrohej për veten e tij, por zemrohej kur shkeleshin kufit Allahut te bareke wa taala. Pra, të zemrohet njeriu në momentin kur preket deri i tij, kur preket dini feja Allahut, kur preket Kurani, kur preket adhurimi, ibadeti, dhe kështu me radh të zemrohet në këtë rast normal. Kjo është edhe nga vetë natyrshmëria e njeriu. Njeriu dhe njerëzit zemrohen për gjëra pa nevojshme. Por ne flasim tash për kur është arsyeshme dhe kur është e mirë që, domethënë edhe që konsiderohet pjesë e imanit, besimit të njeriu. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zemroheshte kur shkeleshin kufit e Allahut azza wa jall. Në këtë rast atë themi po kjo është zemrim i lavdëruar. Pra, mbas kësaj kuptojmë se kemi zemrim të lavdëruar dhe zemrim jo të lavdëruar. Hoxh, tash ne fillojmë një pyetje nga vetvetja që është lidhur me pikën e dytë. Pika e dytë është si tregonte profeti sallallahu alajhi wasallam vetë kontroll në situata të vështira. Po na ka herë na ndodh vetëm të qenë me disa persona ndoshta që mundun na zemrojnë ndaj pjesën fetare. E tash e përmendet ti që zemrimi ka dhe zemrim të lavdëruar, tash siç edhe na mundemi mos sjell kur dikush na ofendon se na zemron në çështje fetare. Se ka herë ndoshta e reagojmë si keq, edhe pastaj dikush na tregon dhe thotë që tu pak e teprove, ose ndoshta e largove më shumë se sa e afrove. Dikush dëshiron të të zemron. Dikush të provokon që të zemrohesh dhe të thotë që ti si musliman. Se çatë kanë qëllimin final. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm se kufit e Allahut janë shkel dhe shkilën me të madhe. Në moment kur dikush të provokon në fejse, duhet të jemi të kujdesshëm në mënyrën se si sillemi me ata. Mos harrojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai mundet me fol kundër teje me të nënçmuese kështu me radhë. Por ata e dinë se pas së shumti që ne prekemi është kur na prekin dinin, fen, besimin. E prandaj e shef më shumë provokimet më të mëdha që ka bëhen, provokimet në fe, në din. Ne nuk duhet të nervozojmë, nuk duhet të reagojmë me zemrim, edhe pse zemra na hidhrohet. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si reagojmë edhe kur ndodh ndonjë debat, ndonjë polemik diçka. Në shumë kanale televizive, në shumë emisione, fatkeqësisht në prezencën e shumë hoxhallarëve, thirrësve, kanë dështu në bisedet dhe debatet e tyre me personalitete të ndryshme, veçanërisht me personalitete dashakeq, të cilat
fshehin në zemrat e tyre, po për tyre që i shfaqin qëllimet e këqija për të arritur atë që ty të provokojnë, të të nervozojnë, të dalish prej kontekstit të temës ose çështjes për të cilën flitet. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm të urtë dhe ta menaxhojmë zemërimin, se ne jemi të folë si ta menaxhojmë zemërimin. Tash po, zemërimi është i lavdruar dhe urrëtur. Ti zemrohesh, po ai menaxhon. A dikush kur tash janë fejnë se ti zemrohesh, por tash menaxhohe. Kujdesu. Mos tento që dikush të ta keq përdore, mos lejo që dikush të ta keq përdore, mos lejo që dikush tjetër të ta menaxhon ty zemërimin. Pra ai të provokon dhe pastaj më në fund ta menaxhon. Jo, ai të provokon, po ti menaxhoje. Mos ja mundso që ai të ta menaxhon. Pyetja domethënë të cilën e ceke, çka të bëj edhe me këtë, se si e tregonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë kontrollin në situata të vështira. Ne dim shumë mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duronte. E gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej për njerëzit. Edhe pse e zemronin, edhe pse e provokonin, edhe pse e torturonin, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i falte dhe lutej për ata siç e kemi rastin në Taif. U mbulu me gjak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka tha? O Allah, uzoj popullin tim sepse ata tha nuk din. Edhe pse e mbulun me gjak. Edhe pse e torturun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po përsëri u afali, përsëri lutej për ata. Kështu vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Durim, falje, lutje. S'është e lehtë. Jo. Janë fjalë që shumë lehtë shprehen, shumë kollaj thuhen, por kur vjen momenti për t'i futur në praktik, nuk është e lehtë. Kjo është realiteti. Po aty dëshmohet besimi, imani. Aty dëshmohet besimi, imani, forca imanore se sa njeriu mund ta menaxhon zemrimin dhe situatën në të cilën ai ndodhet. Allahu na bëf për besimtarëve të fortë jam. A mundëm hoxha edhe për shembull se e dim se më i mirë prej nesh është ai edhe i cili e mëson të mirën. Tash ka herë kufini mes e mirës ose zemrimi, po është shumë i hollë. Si për shembull e ka parë pyetjen për kur zemron dikush, po ndoshta fillimisht biseda ka me mësim, ose me mendim të mirë, shembull japi, tash dikush shumë pyet ose vjen dikush të pyet. Po. Edhe po ai person është ndoshta ka urrëtie ndaj Islamit, edhe ti fillon atë bisedë me mendim të mirë për mësim, po pastaj devion ndoshta në zemrim. A e ki për shembull ti drejt ose më thon unë më mirë, po kam dëshirë, më thon tek e fundit nuk du më. Ose shembull, jo, s'po du hiç me jane ose mos më fol hiç në atë temë, për frikës se nuk mëson ti kurrë, po veç zemrohesh. Po, kjo është më e mira. Kjo është më e mira për ta. Nuk e di a ke e qartë. Po, e kam e qartë, domethënë në moment kur dikush është dasha keq, qëllim keq dhe vjen në fillim parashtron pyetje. Të parashtron pyetje që nga ne jashtë pyetje shifet e mirë. Tamam? Ta parashtron pyetje por qëllimi të tij diçka ai do të nxjerrë në një kontekst tjetër. Edhe do të nxjerrë dikun tjetër. Edhe do të cilën në atë situatë që ti të zemrohesh, të hidhrohesh, e dalish prej kontrolli. Edhe ti pastaj e shef se nuk ka fajde, nuk ka dobi nga kjo bisedë dhe shef të arsyeshme ta ndërpresish këtë bisedë. Kjo është më e mira. Kjo është më e mira dhe ndale ndërpret. Ke parasysh pse për shkak se e shpëton pikëpari deri në dinjitetin tënd, imazhin pamjen e fesë islame dhe veç asaj nuk bie në kurthet e tij. Po, çashtu. Edhe tash në diçka më e lehtë, se tash na po flasim për dikon i cili e ka një mendim qëllim të keq, po shembull je në xhami. Po. Se tash besoj se edhe këtë pyetje ndoshta edhe shikues tonë mundën mi pas. Për shembull, je në xhami, sidomos për matrit. Matrit ndoshta kanë dëgju ose kanë mësu prej një hoxhës apo një dietarit që duhet për shembull kështu me vepru ose me praktiku. E pastaj kur të shohin ndoshta dikan tjetër në xhami ose sidomos ka herë mund të mendoj më shumë të njerëz që janë më të moshun, kem ka herë frikë me i tregu personit se ndoshta është në gabim prej frikës që zemrohet ai person. Tash çu kem na për shembull atë rastin ose gjykimin për çatë vepër. Se dia ke kjo se tash po mundunëm edhe pak si jo qartë, domethënë nëse me një xhami për shembull kemi një person të moshuar. Po. Okej. Dhe kemi ose edhe jo i moshuar, po thash më shumë doll me me trit. Me trit. Okej.
Tash për shembull për marrum se një person ju shfaqet shpina, se fundi i shpinës. Po, në duke, domethënë pjesë e trupit ta vret. Pjesë e vetë. Edhe tash për shembull ti je shef, po ke frikë më shku atij person me i tregu se pastaj kanë duhet personalisht ku ai personi u zemruh. Po. Edhe pastaj ndodh se kur të shef një person. Tash ka frika që mos të ndodhë, jo. Po jeni dyshim. Po, edhe pastaj më mirë thë mos e jo. Kështu vëllai. Rastit të këtilla normal tash situatat janë të ndryshme kur paraqitet zemrimi të njerëzit, domethënë. Rastet janë të ndryshme, ajo mund të ndodhë në shtëpi, ajo mund të ndodhë në xhami, ajo mund të ndodhë në treg, ajo mund të ndodhë në shkollë. Po çdo vend njerëzit zemrojnë, edhe në xhami njerëzit zemrojnë, Allahu na ruaj. Amin. Kështu që në xhami mund të ndodhë që njerëzit të zemrojnë për gjëra të panevojshme. Mirë po për shkak të mos kontrollimit të egos nefsit të tyre dhe zemrojnë. Tash në xhami ne përmirësohemi, korrigjohemi, këshillohemi dhe në xhami ne kur shohim veprime gjëra të cilat të pahishme, jo të mira, e kemi për detyrë ta këshillojmë njëri tjetrin. Por pastaj në xhami ka hierarki, ka mënyrë të udhëheqësisë ose të ka rregullore. Ajo që ka është se nëse çdo njeri shkon i thot njëri tjetrit, jo si se këtë të gjithë nuk janë të një karakteri, të një sjellje, të një nivo derexhe të imanit dhe prandaj kërkohet hoxha. I thuhet hoxhës. I tregohet hoxhës se jam tu pa një vëlla, nuk e mbulon avretin, shpeshherë i duket avreti ose shpina gjatë namazit, para namazit. A ka mundsi hoxh, si e shef të arsyeshme që ashtu vepro? A do të japish një këshill atij veçanërisht në mënyrë individuale apo një këshill të përgjithshme, po dhe pastaj hoxha përdor atë metodën e tij. Metodën e tij. Tamam. Edhe kur për shembull kemi ne plot raste edhe unë kështu u them xhamatit. Dhe unë xhamatit nuk u them që shkojnë gjë kush njëri tjetrit i thon. Kështu paraqitet konflikt. Hajde te unë, ma thon mu dhe pastaj se hoxha raportet me xhamatin i kanë ndryshe. Nëse nuk mundet hoxha dha në mënyrë individuale, e jep një këshill e përgjithshme. E kupton. Por jo të shkoj se pastaj krijohen probleme dhe keq kuptime. Kjo është më e mirë. Allah shpërblet. Bashkë. Se besoj është një pikë e cilën e kemi shpesh herë. Kjo që ndodhi në jetën e përditshme dhe këto gjëra duhet ceken, edhe nuk ka gjë nga kjo. Allah shpërblet. Bashkë me ty. Amin. Cilat janë pasojat e zemrimit të pakontrolluar në familje, Kjo pikë është si pikë më e rëndësishme. Pika më e dhimbshme, më prekshme, më prekse, më ndjeshme. Pika për të cilën shumë duhet të flitet. Besoj shumë duhet të flitet për shkak të asaj se emocionohem kur flitet për familje. Nga jo se çdo ditë raste të ndryshme dhe vizita të ndryshme kemi të njerëzve të ndryshëm, familjar të cilët kanë shumë probleme familjar. Thom është pikë e dhimbshme e ndjeshme për shkak se shumë familje shkatërrohen. Shumë çifte janë ndarë, janë divorcuar. Shumë fëmijë kanë mbetur mes rrugë, as me atë, as me atë. Shumë fëmijë vujnë për shkak të dobësisë së prindërve. Kështu me radhë. Familjet shkatërrohen me të madhe. Edhe kjo si pyetje është shumë e rëndësishme dhe shpresoj se këto fjalë, këto këshilla do të bëjnë dobi dhe do të arrijnë në thellësinë e zemrave të vëllezërve dhe motrave për ta menaxhuar dhe korrigjuar vetvetin dhe situatën e tyre. 1. Shkatrimi i martesave. Kjo është pasojë e zemërimit. Se ndarja e burrit dhe gruas nuk ndodh me fjalë të mira. Nuk kam një me i thamë buri, çka mendon? Tu pi kafe, tu bo mobet, aj dajna, aj. Mirena, tu kaluam, po dajmë. Jo. Çdo ditë zemrim, çdo ditë hidrim, çdo ditë përlarje, dhunë edhe vjen në divorc. Pra, pasojat e zemrimit të pakontrolluar në familje. 1. Shkatrimi i martesave. Dhe martesat shkatrohen përmes nervozizmit, përmes dhunës. Se njeriu kur nervozohet, del pe kontrolle, përdor edhe dhunë. Kur përdor dhunë, atëherë pritet të gjithë të këqijat. Ai i cili përdor dhunë, në momenti kur përdor dhunë, unë them, ai nuk është burr. Në momenti kur përdor dhunë, ai ka humb burrërinë e tij. Mund të flasim me atë si mashkull, por jo si burr. Se burri në Islam nuk përdor dhunë ndaj
bashortes së tij veçanërisht po gjithashtu edhe ndaj fëmijëve. Nuk përdor dhunë ndaj bashortes së tij, ndaj njerit më të dashur, më të afërt. Pra shkatrohen martesat. 2. Friksohen fëmijët kur nana, baba përlahen, vetëm zani i tyre ndëgjohet tu përla, tu ngrit zanin. Traumatizohen edhe fëmijët. Beso, vallahi, billahi, tallahi, sa raste di që fëmijët dalin prej shtëpie, ikin, e thirin shokun, të marrish dali prej shtëpisë se janë të përla babi edhe mami. Du të dali prej shtëpisë, du të iki. Janë lodhen, nuk munden. Fëmijët nuk kanë lindur për të dëgjojnë shamatën e prindërve. Fëmijët nuk i ka sjell Allahu këtë dynja si sebepin, më thënë si sebep, ne që ata ta shikojnë duke u përla, duke përdor dhunë, duke ndodhur gjëra të pahishme në familje. Fëmijët friksohen. Edhe pastaj çka është më e keqja, si është rasti në Evropë, kur përdoret dhunë në familje, pastaj intervenon shteti edhe ti marrin fëmijët. Kjo është në ligj. Kur informohen shteti se ti përdor dhunë, ata ti marrin fëmijët se ti domethënë nuk je i aftë dhe i gatshëm për të kujdesur për familjen tënde, për fëmijët e tu, për gruan tënde. Subhanallah. E një besimtar, një person i devotshëm po ja toleron vetë këtë gjë. Në fakt është e logjikshme se çka ka. Po ti unë e bëj çka du. Ti bën çka dush, po jo reagohet. Edhe është obligimi i shoqërisë për të reaguar, për të ndërprerë nga e keqja. S'ke të drejtë në asnjë farë mënyre të përdorish dhunë ndaj bashortes tënde dhe ndaj familjes në përgjithësi. 2. Prishja e respektit. Si shkak zemrimi, zemrat largohen, distancohet dhe krijohen murra të mëdhej mes tyre dhe humbet dashuria, paksohet dashuria dhe qëndrojnë larg njëri tjetrit dhe nuk e respektojnë më njëri tjetrin. Se janë mësuar të bërtisin njëri tjetrit. Janë mësuar që t'ia grejnë zërin njëri tjetrit. Pastaj pendimi pas fjalëve të rënda, ama mos i që i tham, mos i që i bom, pastaj pendohemi, por u bo, shkoj. Shumë familje janë prishur nga një moment zemrimi. E shumë familje prishen, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Bakara, yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Ata përmes sihrit, magjisë ndajnë burin, bëjnë ndarje mes burrit dhe gruas. Duke ditur se përmes sihrit, magjisë ose sulmit nga bota e gjinjve që u bëjnë njerëzve, krejt sulmet vinë në sistemi nervor. Dhe njerëzit bëhen agresiv, të pakontrollueshëm. Dhe çdo fjalë e mirë duket e keq. Edhe reagojnë në mënyrën jo njerëzore, në mënyrë që nuk i takon një njeriu, por asnjë hajvani, një kafshë. Por humbi kontrollin e tyre, subhanallah, edhe nuk mund, prandaj zemrimi e çon njeriu në çmenduri. Dhe njeriu bëhet budall, s'din çka bën. Çmendet. Në maqëm që zemrohet, pastaj humb kontrollin, s'din çka thot, s'din çka bën, mundet me vrarë, mundet me byt njerëz, nuk din, s'është çka. Lutim Allahun azza xal që t'i ruan familjet tanë, ya rabbel alamin, dhe na largon zemrimin nga zemrat tona. Dashur thotë. Bashkë me ty. Edhe besoj kam pas ndëgjuar një këshill që më duhet bazohet në një hadith, cila është se kur njeri është i zemrun, tjetri duhet, domethënë kur të është me zjarr, tjetri duhet më bë me ujë, që me zbut njëri tjetrin. E jo të dytë në të njëjtën, sepse vetëm shkon tu ngrit pastaj. Por fatkeqësisht kur në zemrat e njerëzve nuk flet imani, besimi, nuk flet frika nga Allahu, dhe nuk ja din hakun të drejtën njëri tjetrit, ata pra ka zënë zemrën e tyre vend zemrimi. Dhe për çdo gjë, për çdo veprim, reagimi i parë që bëhet me zemrim. Fatkeqësisht, zemrat tona janë shprazur, zemrat tona janë mbushur me gjëra jo të mira. Na mungojnë gjërat e mira, si leximi i Kuranit, dhikri, përmendurit e Allahut, të mendorit mirë Allahun azza wa xal, dashuria mes nesh kështu më radh. Allahu na ruaj. Amin ya Rabb. Si mund të ndikoj zemrimi në marrëdhëniet mes njerëzit ose mes njerëzimit? Zemrimi
prish miqësinë, largon zemrat dhe hap armiqësi. Kur zemrohesh dhe reagon në mënyrë të keqe dhe se menaxhon zemrimin tënd, me atë që sot ke qenë mik, dhe bëhet armik. Pastaj largohen zemrat. Po ai kam dash më ka dash, po. Ai kur ka pasë çysh reagon ti kur zemrohesh, dhe çfarë fjali ke thënë në momentin kur u zemrove, po nuk desha t'ja them ato fjalë, po ja tha. Prandaj thot Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu taala, fillimi i zemrimit thot është çmenduri, fundi i tij është pendim. Se ti u zemrove u çmende dhe në moment kur u çmende ti s'ditë se çka i tha. Fjalët më banale, më të këqija, më të rënda i tha. Me fjalët më të rënda ju drejtove. Dhe pasi që u qetësove, u vetëdijsove, ti u pendove. Jo, nuk desha t'ja thonë këto fjalë. Jo dole nga goja ime, por s'pata qëllim këto fjalë. Ti i tha, edhe për shkak të kësaj largohen zemrat dhe atë që kishe armik tash të bo. Atë që kishe mik tash të bo armik. Armiqësia për shkak të zemrimit tënd dhe mos kontrollimit të fjalëve të cilet i nxorë prej gojës tënde. Dhe është shumë për të çuditur se vërtet se si mund njerëz pastaj ndonjë person që del komplet prej kontrolle, pastaj se ndoshta me të vërtetë se ka pas qëllim, po në atë moment zemrimit se ç'është mundet shejtani me të fut edhe fjalët më të këqija të atij. Gjohen më të keqe mund të bësh në atë moment. Nëse nuk ke aftësi, forcë, mundësi të kontrollosh zemrimin tënd, ti gjithçka mundesh me bëu. E nëse ti gjithçka mundesh me bëu, ti je më i dobti. Je më i dobti, sepse në atë moment tregohet forca e imanit besimit. Jo kur tash tu pi hujin e këtu tu bë më shumë kollaj që. Letë është tash me kontrollu veten, ke parasysh durimtar sa për li, mashallah. Jo në momente kur vështirësohet menaxhimi i zemrimit e kur duhet të durojmë. Pash e ceke pak spjegove se ç'është konsiderohet i fortë ai që kontrollon zemrimin. Po pejgamberi sa ka thënë cekim këtë hadithin, ku thotë i fortë thot nuk është ai që mund të tjerët në mundje, por i fortë është ai që kontrollon veten kur zemrohet. Ky është i fortë. Dash për bleft hoxha. Bashkëti. Amin. Çfarë roli luan durimi në menaxhimin e zemrimit? Durimi është, ose sabri është buroja e muslimanit. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha ma sabirin. Vërtet Allahu është me sabrëlit. Vërtet Allahu është me durimtar. Ata të cilët të durojnë. Kur thotë ma'iyatullah, se Allahu është me sabrëlit, do më thënë i mbikëqyr, kujdese për ata, i do, i furnizo, i falë dhe kështu me radhë. Pse? Se janë durimtar. Andaj, nëse do muslimani të jetë i mbrojtur dhe dëshiron që Allahu të kujdeset për ta si robi i tij dhe ta do, le të duron, le ta kontrollon, le ta menaxhon mirë zemrimin e tij. Dash për bleft. Si duhet të reagojmë kur dikush na provokon ose na fyen? Allahu subhanahu wa taala ndërdan këto gjëra shumë mirë qartë. Edhe pejgamberi sa ne kanë shpjeguar. Allahu na ka shpjeguar në fenë e tij, në dinin e tij se si duhet të reagojmë kur dikush na provokon, na fyen, edhe këto provokime do të ekzistojnë, do të na fyjnë, do të na shajnë. I kanë fyen njerëzit më të mirë, më të dashur, pejgamber, profetët, çka ne. Thot Allahu Azza largojeni thot të keqen me atë që është më e mirë. Dikush të drejtohet me fyrje, ti me fjalë mirë. Dikush të provokon, ti duron. Ke parasysh. Nëse dëshiron që ti të shpërblehesh, nëse dëshiron që ti të shpëtosh, nëse dëshiron që ti zemrimin ta menaxhosh, nëse dëshiron që ky mirë veprimi yt dhe mirë menaxhimi i zemrimit tënd të jetë rezultat pozitiv pastaj për të si person që të ka provokuar nesër bëhet praktikuesi i fesë i dinit Allahut Azza wa Jall. Prandaj përgjigja e qetë, thuaj kështu, përgjigja e qetë e poshtë shejtanin. Sepse kur dikush të provokon ose ai reagon duke qenë i zemëruar, ai kërkon që dhe ti në të njëjtën mënyrë të reagosh të veprosh. Por kur ti flet me qetësi, ti e mposht. Sepse zemrimi është
provokim nga djalli, nga shejtani. Që dëshiron, sepse përmes provokim, e tham përmes zemrimit, gjithçka do të zgjojë keqe. Atëherë të kontrollon shejtani se ti e hub kontrollin dhe ke shumë vështirë ta kontrollosh vetin tënd. Por kur ti vazhdon të jesh i qetë dhe duron dhe nuk reagon në të njëjtën mënyrë që reagojnë të tjerët ose në të njëjtën mënyrë që të foli tjetri, ti e mposhtë shejtanin dhe ti je fitimtari. Edhe besoj se e kemi vështirë me kuptu, po me ta gjithë këto lofë se që cekum gjithë na dhe kur të flasëm e këtu, edhe mësojmë vetë mas pari, para se të dërgojmë mesazhin më lart. Përmes gjithë këtyre bisedave ose këty 2 epizoda, gjithherë u lidh me shejtanin, edhe dim se shejtani lidh egon. Edhe shpesh herë ndoshta kur mund me ndodh një zemrim, thojmë a e shef se çysh ego ç'tinë me reagu, edhe ndoshta personi thotë po jo nuk është ego. Po ego është se çka fiton ti nëse e lën atë person me mendu që e ka mirë. Ose e lën me zemëruar dhe nuk hen lojë. Në shembull. Ti edhe nëse ke me të drejtë, por diçka veçan që ka të bëjë me këtë çështje kësaj dynjaje, dhe se gjithashtu debati, biseda juaj nuk është frytëdhënëse, nuk është e dobishme, ti fiton, por në anën tjetër çka fiton është se azbut zemrën atij. Azbut zemrën atij. Dhe kjo është ajo që kërkohet për neve si musliman. Dhe ego e nefsi, inna nefsa lamaratun bisu, vërtet nefsi urdhron në të keqe. Urdhron në të keqe. Pra të urdhron që ti të veprosh, se nefsi është një prej armiqve të njeriut. Shejtani e nefsi. Pra kur ego e mund njeriu pastaj, më thënë nuk lëshon pe, nuk dorëzohet, edhe nëse gabon, e ndjen se ka gabu, pa vazhdon, po kur e shef se njeriu nuk lëshon pe, edhe vazhdon të qëndron në mendimet e tij dhe ku ta di çka, ne themi me një fjalë, shoja rrugën. Shoja rrugën. Po më i urti. E vërtet. Allah na rujt edhe neve. Amin, gjithë ja. Kemi edhe të cek pak në epizodin e kaluar rrjetet sociale. Pika e radhës është se son ndikojnë rrjetet sociale me zemrimin. Shumë. Ose sa ndikon zemrimi në rrjetet sociale. Më fal, po. Po, sa ndikon zemrimi në rrjetet sociale shumë. Aja ose themi ashtojnë rrjetet sociale zemrimin të njeriu. Shumë. Ne rrjetet sociale komentojmë, shënojmë, postojmë. Edhe kur qojsh do komente do postime, subhanallahu Zot Runa. O Zot Runa, çfarë loje futen njerëzit. Qofshin ato hafëzllar, qofshin ato të mëshirë. Subhanallah, ja Rabbel Alamin, futen, japin shënime, postime, komente, duke ditur se pasaj më hiq as gjë nuk fiton, më hiq. Pse? Sepse ato nxisin reagime të menjëhershme. Postimet, rrjetet sociale, nxisin reagime të menjëhershme, fyerje, debate. Prandaj gjeneratët e para thoshin kështu: fjala është robi yt, derisa nuk e ke nxjerr. Si ta nxjerrësh? Po, ta pastaj më nuk i je robi saj. Në momentin kur ti poston dhe komenton, ti je robi saj. Ti ma e shënove e postove. A më e fshine, po ta bon screen. E bon screen dhe ta shpërndan. Ajo po vazhdon. Çka ka nevojë? Pse? Posto diçka që me të vërtet ju bën dobi njerëzve. Posto diçka që nuk hap konflikte në rrjetet sociale. Të kallzoj sinqerisht më para disa viteve, thëmë më shumë 6-7 vite, e vrejshë se postoshë gjëra të cilët edhe hapshin debate, ose dhe tash veçin shto vitet e fundit nuk dëshiroj të postoj rrjetet sociale gjëra që hapin debate, konflikte mes njerëzve, dhe njerëzit hyjnë aty çfarë do njerëz të komentojnë, dhe për shkak postimit tim njerëzit të shahen, të fyhen mes vete. Se ka dikush që do ta përkrah, do ta mbështesë atë mendimin tim, postimin tim, atë shkrimin tim, dikush do ta kundërshton, dhe ata hyjnë në konflikt mes tyre për shkak asaj që kam postuar unë.
duhet të dim mirë si ti menaxhojmë rrjetet sociale dhe si të jemi të dobishëm rrjetet sociale për shoqërinë. Të postojmë gjëra për të cilat njerëzit kanë nevojë. Nëse gjithashtu mos postojmë gjithçka, se njerëzit duhet të mësohen të qëndrojnë afër hoxhallarëve, afër thirrësve. Wallahi sa njerëz më lajmërojnë telefon ose më dërgojnë mesazh, më pas të më pyetje, i them haj se shifemi xhami, duku xhami dhe flasim. Nuk i përgjigjem. Për shkak se që nuk ju përgjigja atij në telefon, u bona se bepa i të vjen në xhami të flasim për çështë çështje. Që ku ka humbur tash. Pra nuk duhet, s'ka nevojë të përgjigjem për gjithçka rrjetet sociale. Hajde xhami se flasim xhami. Falim një namaz bashkërisht. Edhe vjen fal namazin, edhe ja shpjegon si çështjen mirë, si duhet, e kupton se në telefon jo gjithçka kuptohet mirë. Andaj fatkeqësisht rrjetet sociale rrisin shumë zemrimin, robi nuk duhet të harron se prej atij momenti kur ai shënon, poston, ai bëhet robi asaj që ka shënuar, që ka postuar dhe ai do të llogaritet për ta. Vërtet. Dash për të mërzitur. Gjitha këto shenjë është të tepruar, është e lodhshme. Sinqerisht është e lodhshme, edhe alhamdulillah që as që du të humbi kohë me këto gjëra, as që du të mirë me këto gjëra rrjetet sociale, mundohem që prandaj të postoj gjëra të cilat janë të dobishme për shpirtrat, për zemrat e njerëzve. Sot zemrat janë të mbuluara me pesimizëm, janë të mbuluara me mendime të këqija negative. Njerëzit vujnë nga mendime të këqija negative. Njerëzit bëjnë vetvrasje. Rinin e ka mbuluar droga, narkomania, i ka mbuluar alkoholi, e prostitucioni, e vjedhja, e vrasja. Çfarë debatin duhet qeli? Për çfarë duhet flasim në rrjetet sociale? Për çfarë duhet flasim? Pse unë duhet të hap një temë rrjete sociale të flasim aty, kur unë te xhamia jam, xhamati jam, për shembull ka njerëz të cilët përdorin drogë, shembull, bëjmë këtë shembull. Ose konsumojnë alkool, ose kam të ri që vjedhin. Tash mundohem të rregulloj problemet e botës, se nuk arri një djalë ose dy që janë xhamati im t'i qetësoj, shtu edhe të tjerët. Andaj të fokusohemi mirë në këtë çështje dhe gjithçka që është temë debatike që debatohet, polemizohet, dhe krijon polemik mes njerëzve, të mos hapet ajo rrjetet sociale dhe të mësojmë të flasim sy. Se rrjetet sociale, mashallah, me bërë të gjithë luana. Shajnë, ofendojnë një tjetrin, dikush përkrah sunetin, mbron sunetin, dikush ndryshe e kurçojsh, ma kur vjen puna pastaj të takohen mes vete, as që flasin për çështjen që janë për la rrjetet sociale. Ke parasysh? Dhe kur i shohin xhamati ja bite thonë. Këto rrjetet sociale kanë turë mes vete, po rrjetet sociale. Ama realitet janë bosja të politikanët. Parlament ripen mes vete. Sa dalin për parlamenti e pin kafe bashkërisht. Nuk bën ashtu, nuk bën. Mos të harrojmë vujtjet e njerëzve dhe gjendjen e realt në të cilën ndodhet shoqëria jon tash dhe të japim forcën e energjinë maksimale për të ndihmuar njerëzën në aspektin shpirtëror, për të ndihmuar në forcimin e besimit, imanit, për në mësimin e dinit, fesë në mënyrën sa më të mirë, saktë sipas Kuranit dhe Sunetit. Dhe mos mirë rrjetet sociale me tema që krijojnë polemikë. Vërtet. Edhe ndoshta një pikë pak jashtë kësaj, ndoshta nëse je dakord për me fol si shpejt për këtë, e kam parë edhe shumë raste se e cekë pak më herët. Tash na po flasim edhe për dikant që është ndoshta jashtë fesë, me dikant mes në fe, po edhe mes dy persona të cilët janë musliman, ku ndonjëherë zemrohen vetëm për çështje se ndoshta dikush është me dhëbet Hanefi, dikush me dhëb Hanbali, edhe tash normal ne e dim se ka pika të ndryshme apo mendime të ndryshme, edhe ata persona mbesin ngulin kryse thonë në pozitën e tyre dhe pastaj pjasoj fillon zemrimi. Beso se si një këshill, hoxh më fal, si një këshill për shumë me vend se këto gjëra i përcjellin shumë. Rrjetet sociale i përcjellin. Dhe mundohem të jem aktiv rrjetet sociale, nuk komentoj postimet e njerëzve, nuk ke parasysh mirem me atë punën time ose profilin tim ose postimet e mia, por përndryshe gjithashtu edhe
Gjithçka që është publike, kemi të drejtë domethënë ta shohim, ndoshta do mësojmë diçka, do fitojmë. Por fatkeqësisht kur tentimi për ta përhapur të vërtetën pastaj kalon në pengesë në përhapjen të vërtetës. Kur tentimi për përhapjen të vërtetës kalon në pengesë të përhapjes së vërtetës. Kur fillimi është me një hadith ose një thënie nga salafus salih dhe pastaj kur të zrypish poshtë te komente do të shohësh postuesi i këtij postimi i fyni shan të tjerët, zemrohet me të madhe, reagon keq dhe kretë që ka postuar kretë bie poshtë. Ose e kundërta, e ka postuar, ai nuk mirret me njerëz, por kretë ka thënë njerëzit që të fyjnë shahan, të shahan me vetë. Kështu që këshill për mua dhe për vëllezërit në përgjithësi, veçanërisht hoxhallar pastaj edhe të tjerët, të jemi të kujdesshëm se çka postojmë në rrjetet sociale, kemi boll se me çka të merremi shumë gjëra. Kemi boll në përhapjen e akides, besimit të shëndoshit të vërtetë, e në ruajtjen e moralit të rinisë, shoqërisë tonë dhe kemi gjithashtu punë për përhapjen dhe shpjegimin e së vërtetës, por gjithë kjo bëhet drejt për së drejti veçanërisht. Mos ta hupim atë kënaqësinë e shpjegimeve dhe diturisë. Pra ta mësojmë xhamati që të referohen hoxhës te xhamia, të shkojnë te xhamia, ta takojnë hoxhën te xhamia, të rinë me xhamat, kështu ti ngrumbëllojmë. Jo për çdo pyetje që na parashtrojnë njerëzit edhe më njëherë më u përgjigjo. Hajde, ecën në xhami. Hajde të flasim në xhami. Edhe kur u them hajde se flasim në xhami, ai e kupton se unë dua që ai të vjen në xhami. Po. Edhe me një sebeb, me një shkak edhe flasim. Edhe ja shpjegoj punën në tjetër edhe e falni namaz. Na ruajt Allahu. Amin. Si mund ta stërvitëm veten që të mos reagojmë më një herë në zemrim? Me zemrim. Të bëjmë dhikr. Të bëjmë dhikr. Me bërjen e dhikrit zemrat qetësohen, rahatohen, stabilizohen. Mos harrojmë shpërblimin e Allahut azza wa jall. Të kujtojmë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala se për mirë menaxhimin e zemrimit presim shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala ose nga Allahu azza wa jall. Në moment kur zemrohemi të heshtim. Man sama të negja, kush hesht ka shpëtuar, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të largohemi nga vendi aty ku do të zemrim ku zemrojmë, të largohemi. Ik për aty vendi, ndroje vendin. Mos qëndro aty që të mundesh ta kontrollosh veten dhe ta qetësosh. Mos insisto të rish në atë vend, gjithashtu të mësohemi të presim pak para se të flasim. Të mësohemi të durojmë jo me një të flasim, jo me një të nxjerrim fjalët prej gojëve tona, sepse selefat gjeneratat e para këtë kanë quajtur lufta kundra nefsit. Për me bëj gjithë gjëra kjo është luftë kundra nefsit. Bërjen e dhikrit, heshtjes, të kujtosh shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, të largohesh nga vendi në momentin kur zemrohesh, s'la shejtani ti kur zemrohesh. Të shërën me qenë që atë prezent. Jo, se ti pastaj nuk isha burrim u largu për aty, do thotë që tu ta veç u largu. Por aty në anën tjetër ti qëllimin e kemë që tu vetë më stabilizo. E tash për mos të thënë tu ta veç se ti do të më ai të granaz as të mos e burr. As nëse e burr, aty do më u largu, subhanallah. Në momente janë të lehta. Kështu që të përbahemi këtyre gjërave që mundemi do Allahu subhanahu wa taala të stërvisim vetë, mundemi ta mirë menaxhojmë zemrimin. Allah shpërblet hoxh, po arrim në pikën e fundit të këtij episodi, të kemi zgjat. Edhe pse jam i bindur se kjo ka shumë pika që është shumë e mirë dhe arsyeshme të flitet, po shpresojmë se këto pika të cilat i keni zgjedhur do të jenë të dobishme për vëllezërit dhe motrat tanë. Pika e fundit për këtë episod, edhe pse që tash pak më herët kemi zgjat, po e cike edhe tek ka shumë pika, edhe disa pyetje normal për jashta pika o cilat I kam. Po inshallah nëse ke shumë edhe që ka interesim, pse edhe mos mi bo një episod në tretë nëse je edhe ti dakord. Jo tash më një herë, po ndërkohë do të reagojmë sipas komenteve pozitive. Inshallah. Po për vëllezërit e motrave mos më thon fjalë të mira. Ke parasysh ato shënohen. Nëse nuk do të më ndëgju emisionet ose se mos më ofendo, mos më shaq. Nuk bën, ke parasysh. Se ato janë fjalë që nuk dëmtojnë askë pos vetveten. Ke parasysh. Kështu që do të shohim reagimet dhe dëshirat e vëllezërve dhe motrave për të filluar, për të vazhduar me këtë. Inshallah.
Cilin mësim nga suneti e konsideron më të rëndësishëm për këtë temë? Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, mos u zemëro. Mos u zemëro, që përsëriti 3 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ky hadith përmbledh gjithë edukatën islame të vetë kontrollimit. Ky hadith përmbledh gjithë edukatën islame të vetë kontrollimit. Mos u zemëro. Qëndro, duro, largo, kujto Allahu subhanahu wa taala. Pra këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith i shkurtër, kuptim plot, domethënës të mos e harro, mos u zemëro. Në momentin kur ti nis të zemërohesh, kujtoj këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ky hadith përmban në vete një mësim të gjerë e të madh për të cilën ne folëm disa pika, disa gjëra, por ka edhe shumë të tjera. Allahu na dhash bereqet, sukses e sinqeritet në fjalën e vepra ja Rab. Allah shpërbleft hoç për. Bashkë me ty vëllai Albani, Allah begatof për kohën, mundin. Allah shpërbleft. I shpërbleft të gjithë vëllezërit dhe motrat që kontribuojnë për këtë projekt, gjithashtu edhe sponsorët tonë. Allah i shpërbleft të gjithëve. Amin. Na mundsoft sinqeritet deri në fund. Dhe sa më shumë me zgjat këtë emision. Amin. Normal, ndoshta ma merr mendja mund të jetë një prej reagimeve ose komenteve të vëllezërve motrave, pse ka shumë ne të qetë, ose pse ka shumë flasim me tonë të ulur, duke ditur se në për podcaste flasin me tonë të lartë, qeshin, ku ta di sen, për me u bo pak podcasti ma interesant, do të pak të bëjmë televizje, do të thani do sende pak që u arrit interesin shikuesve, u themi se jemi të folë për mirë menaxhimin e zemrimit, pra mos zemrohemi, dhe dyta, gjegi madh, dzehti madh. Ta ka trollu pak. Edhe po, Allah na dhash forcë ja Rabbi. Amin. Normal nuk është edhe qëllimi jonë, qëllimi jonë është vetëm mesazhin për hapje. Allah shpërblet për hapje mesazhit me qetësi, që e poshtë shejtanit. Allah shpërbleft hoxha. Bashkë me ty vëllai, Allah dash të begat. Shumë shpejt inshallah. Edhe një herë mos harrojmë të përshëndesim, përsëri të falenderojmë. Si fillim është edhe fund. Po vetë sponsorëve tanë. Ndoshta harrova se është pak zheg, po vetëm se e falenderova më herë. Shumë bukur. Atëherë po dhe ndoshta para se të e mbyllëm në këtë episod kemi qenë vetëm 2, jo 3, se ka dashur ashtu Allahu Akbar nuk ka mujt me qenë prezant për këtë episod, po inshallah do ndodh se kur nuk është njëri prej neve prezent, normal do të bëhet vetëm me 2 persona, që nuk ka për të çuditur pse në këtë episod jemi vetëm 2. Allah shpërblet. Amin, bashkë me ty. Allah shpërblet, Allahu në gëzonin. Po, amin. Për mundin kontributin e tij. Amin. Shumë inshallah në episodin e ardhshëm. Për të mirë vetëm. Allah shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.